falje të krijuesit, sepse në momentin që ti je në frekuencë të lartë, ty s'ka ç'a të bën, ty mu dhe gjithkuj s'ka ç'a i bën asnjë lloj magjie apo syre i keq apo ndikimi të energjisë negative. Ato magji të veprojnë kur ti ke frikë. Të kuptoj. Kur ti ke ankth, kur ti je në frekuencë të ulët, se frika është frekuencë ulët. Është më mirë mos ti besojmë. Okej, le të ekzistojmë, po unë nuk e besoj, që më ndodh, që më... Po the nuk e besoj, do të thënë ti je duke i bën një autosuggestion vetvetes. Edhe një farë dhunimi, imponimit vetvetes, përmes egos, edhe nuk je te lartësimi frekuencor shpirtëror. Dakor. Po je prapë në frekuencë të ulët. Prap. Po, sepse ti me ego po i thu vetes mos e beso se krejt karmën, karmat e tua mund t'i çosh në zero. Si? Përmes faljes të krijuesit, përmes pendimit përmes krijuesit. O Zot, më fal. Kam përjetu këto, nuk do t'i përjetoj më, mendimin tënde duhet të eci përpara. Edhe kjo është një mënyrë edhe për të komunikuar me krijuesin, edhe për të ecur përpara, edhe për të lëshuar gjithë ato peshët e rënda, ato energjive të rënda, të frekuencave të ulta, edhe pastaj të rritesh lartëso